Mirë, të ftoj të ulesh. Klodi përshëndet publikun. Eja, Klod. Kisha menduar se do të qëndroje shumë më gjatë. Jo, unë kisha menduar që do qëndroje më pak, sepse unë jam një lloj meteori që kaloj shpejt dhe kam shumë qef që ta ruaj magjinë në kohë të shkurtër, por kam ikur me një dhimbje të brendshme, sepse ajo është një fermë, është një grackë e bukur, ku ka shumë konvulsion, ka shumë të vërteta, dhe aroma e bajgës është për mua ka qenë një vepër e arti që kam ndjer aty brenda dhe kam prekur me dorë, tokën, lopën, gjithçka dhe jam shumë mirënjohës. Më pëlqeu që u bëra pis, u mësuam duke qenë në zyrave, studiove dhe eventeve kulturore, dhe kam kuptuar, kam reflektuar shumë